بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Jemi në serinë e ligjëratave mbi jetën e pejgamberit alayhi salam, ku jemi tek hijreti apo emigrimi I pejgamberit alayhi salam prej Mekës për në Medinë. Kemi folur shumë e kemi thënë se si është përsekutuar pejgamberi alayhi salam, se si është dhunu, se si e kanë fy pejgamberin alayhi salam, po jo vetëm, edhe shokët e tij dhe të gjithë muslimanët I kanë përsekutuar dhe I kanë fy. Kanë pas vujtje të mëdha muslimanët prej jo muslimanëve, kur u aprovua vendimi I tmerrshëm për vrasjen e pejgamberit alayhi salam, e Gjibrili alayhi salam erdhi me shpalljen e Allahut të lartësuar dhe ja kumtoi lajmin pejgamberit alayhi salam se mushrikët kanë përgatit komplot për me të vrarë tyje, e njoftoi Gjibrili pejgamberin alayhi salam. Njëkohësisht e njoftoi edhe për lejen që ja kishte dhënë Allahu subhanahu wa taala Muhamedit alayhi salam që me praktikë Mekën edhe me emigru për Medinë. Musab ibn Umairi, ambasadori I parë në Islam, kishte shkuar në Medinë edhe kishte rënë sebeb që shumë për njerëzve me pranu Islamin, madje edhe shumë prej fisave me pranu Islamin në Medinë. Kjo ishte edhe para përgatit. Sepse me shku Muhamedi alayhi salam në Medinë, nëse aty janë këtë jo besimtar, po shkoj aty, sa aty u formu një bashkësi e muslimanëve, u formu një numër I konsiderueshëm që e kishin pranuar Islamin dhe ishin bë musliman. E sebeb kishte qenë Musab ibn Umairi. Pejgamberi alayhi salam I dërgoi plaçkat e veta tek Abu Bakri, tash nisi mu për radit, edhe me bo plan se qysh mu nis për në Medinë. Aisha radiallahu anha tregon se pas drejke thot renim në shtëpi të Abu Bakrit. Kur dikush tha, po vjen pejgamberi, e në atë kohë s'kishte ardhur pejgamberi asnjëherë. Abu Bakri tha, hyn tha ja Rasulullah, të gjithë tha thot tut janë. E pejgamberi alayhis salam thot, I thot Abu Bakrit më ka leja për vajtje, me shku për Medinë. Pi ban bej Abu Bakri, Muhamedit alayhis salam thot, pashallahu në dhun marrë dhe tyje. Po I thot, edhe jam I ratën ardhjen, edhe Abu Bakrit radiallahu anhu. Pasi që u morën vesh për udhtim, pejgamberi alayhis salam u kthyi në shtëpinë e vet, prej te Abu Bakri u kthyi në shtëpinë e vet, për me prit natën, edhe për me udhëtua. E keqbërësit më të mëdhenj të asoj kohe e kishin kalu ditën duke përgatit planin se qysh me vra pejgamberin alayhis salam. Plan të cilin e kishin aprovuar parlamentarët Mekës,
Sigur të na deputet e parlamentit me aprovu me vrau dikan, me leq me vrau. Mos me mujt kur gjë mi vë. E në realizimin e këtij plani ishin caktuar 11 veta, antarë të parlamentit, thot Ibn Ishaku, thot kur u erësua, ky grup e rrethoi shtëpinë e Resulullahut alayhis salam dhe pritnin sa ta zonë gjumi pejgamberin, ata me shku edhe me vra. Ishin plotësisht të sigurt se ky plan i turpshëm dhe ky komplet ka me pas sukses, vetëm Abu Jahli ishte nervoz dhe ishte i pasigurt për vrasjen e pejgamberit alayhis salam. Kjo s'ishte hera e parë. Kjo është hera e disat që kishin dhur plane se me çish me vrap pejgamberin alayhis salam. E vrasja duhej bërë pas mesnate, ata bërnin roje duke prit momentin e caktuar. Ndërsa që Allahu subhanahu wa taala e mur situatën dur të veta, kur kush s'mund të bëj dam kërkujna palej edhe pas saktimin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu thot, dhe kur jo besimtarët të bënin kurtha që të lidhin, të mbysin ose të dobonin, ata bënin kurtha për Allahu i kurthon të ata, sepse Allahu është njohës i mirë i kurthave. Shteton të Allahu subhanahu wa taala dhe mos u mërzit për kurrë, se s'mund me të bë kurrë keq pa lejen dhe pa caktimin e Allahut. Çdo sen ndodh me lejen edhe me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. E plani kur shitave me gjithë përgatitjet e mëdha dhe të përpikta dhe precize, ishin prej maherë duke e bë planin. Edhe ata jo një veta, një grup i madh, madje një grup që kishin autoritet madh në atë kohë dhe në atë vend. E në momentin vendimtar, kur ata donin me hy, me dhe me vra pejgamberin në shtëpi, pejgamberi alayhis salam i thot Aliut radiallahu anhu, thot shtriu të në shtratin tim, veshje thot këtë pelerinën time të gjelbërt nga Hadramauti dhe flej me ta. Kur që thot s'ka me të ndodhën. E pejgamberi alayhis salam kur ka rënë me flejt, se zakonisht e ka vesh këtë pelerinë. Pastaj thot dolin nga shtëpia, pejgamberi doli nga shtëpia në gjendje, këtë ishte rrethuar me shtëpia prej mushrikëve, e depërtoi në radhët e kurthaxhive, e mori një grusht zallë dhe u hedhi atyre ftyrës dhe u averboi pamjen. Nuk shihni kur gjë, ndërsa pejgamberi alayhis salam dul prej shtëpive, prej shtëpisë së vet, duke qenë shumë njerëz, kur kush smujti me pa. Të gjithë u verbëruan. E pejgamberi alayhis salam thonë dhe ne kemi vënë një pengesë para tyre dhe një pengesë prapa tyre, dhe në sy u kemi vënë një perde, prandaj ata nuk shohin. Ishte gjujt zallë pejgamberi alayhis salam ftyrës. E çdo kur ishit në kokë kishte zallë. Mandje pejgamberi alayhis salam vajti në shtëpi tek Abu Bekri, prej aty dolën nga dera e prapme dhe u nisën nga shpella Thaur, e cila gjendej në juglindjet e Mekës në rrugë për në Yemen. Duke prit, këto hala ishin duke prit e shtëpia, se dishit që ka vetë pejgamberi alayhis salam prej shtëpisë. Edhe po vjen dikush, i thot çka jeni tu bën, që jeni atë prit me hin shpellë me vra Muhamedin. Po thot, jeni të mashtruar, thot plani juve ka dështuar, ai ka kaluar pran jush, thot në kokat e juaja s'po shihni që keni pluhur, ato s'kishin vrejt kur gjë, pastaj pehekin blurin që e ka në koka. Thot nuk e kemi parë pasha Zotin, por së shpejti u kthjellën këto, e pa si është situata, dhe hynë të shtëpia pejgamberit alayhis salam. Dhe më njëherë të shtrati pejgamberit, kur e pan poshtë pejgamberit alayhis salam, por është Aliu radiallahu anhu. Kur e pan se është Aliu, ata e rëmbyen Aliun radiallahu anhu, e morën dhe pyesin se ku është pejgamberi alayhis salam dhe ku është Abu Bekri, ndërsa Aliu radiallahu anhu i thoshte unë nuk di asgjë. Unë nuk kam informata. E pejgamberi alayhis salam doli prej shtëpisë së vet në natën e 27 të muajit Safar të vitit të 14 të pejgamberllokut të tij. Para sa ta doli,
para se të agon të mëngjesi, pejgamberi alayhis salam e dinte se kurishitët do të organizojnë ndjekjen e pejgamberit alayhis salam në të gjitha anët. Këtë anë ka shkuar për Medinë e dinte pejgamberi alayhis salam se çfarë ka me ndjek. Se nuk ka me qenë pejgamberi alayhis salam derisa të mrihen në Medinë, kanë me ndjek mushrikët e Mekës. Andaj pejgamberi alayhis salam kur nuk u nis nga rruga që shkojnë këtë për në Medinë, po shkoj o kolla, që mos me vërejt. Edhe mbritën tek shpela Thawr, bashkë me Ebu Bekrin radiallahu anhu, e pejgamberi alayhis salam, për mos mu diktu, se dihet se ecja në shkretin, len gjurëm, sikur se ecja në borë, kur ta qesh kamën në borë, lihet shenja, gjithashtu edhe në shkretin, kur ta qesh kamën, lihet shenja atë. E pejgamberi alayhis salam për duke u mundu mos me lan shenja, me lan sa më pak shenja, ka ecën gishta pejgamberi alayhis salam. Saqë janë dëmtu kam pejgamberit alayhis salam, se në të nxehtësi të madhe, plus duke ecën gishta, dëmtohen kamt. E kur arritën tek shpella, Ebu Bekri tha pasha Allah, unë tha unë nuk kam me hi, thot pasha Allah, unë ti nuk do të hysh, dhe ca ti jone, ti ta kontrolloj shpellën, nëse ka ndonjë rrezik, që unë me hangri pari, jo pejgamberi alayhis salam. Po hen Ebu Bekri radiallahu anhu edhe për kontrollon shpellën. Në një pjesë teshat çka e kishte, e pa një birë që është në shpellë, edhe e mloj birën, ndërsa me pjesën tjetër të teshës të rrobës që e kishte, jam shtjeli kam pejgamberit alayhis salam. Kështu çfarë dashurie të madhe për pejgamberin alayhis salam. Ishte i gatshëm i rrezikit për ta, më dhon jetën për ta. Unë po hi, pastaj jen ti. Nëse është mirë, hina të dytë, nëse është rrezik, unë me pas rrezikin. Dashuria e madhe që kishte Abu Bekri për pejgamberin alayhis salam. E në shpellë kanë ndajtur 3 natë të premten mbrëmje, të shtunën dhe të dielën. Abdullahu i biri Abu Bekrit flinte me ta. Aisha radiallahu anha ka thonë se Abdullahu ka qenë djalosh me ndjenprehit dhe i mençur. Para mëngjesit zgjohej dhe shkonte te kurishitët në Mekë, sikur të kishte fjet atë. I dëgjonte me kujdes të gjitha bisedat rreth atyre dyve, e në mbrëmje kthehej dhe u tregonte lajmet pejgamberit alayhis salam dhe Abu Bekrit. Kurse Amir ibn Fuhaira, robi i liruar i Abu Bekrit, i ka kullot devët afër shpellës Thawr, që mi dhanë me pi pejgamberit alayhis salam dhe Abu Bekrit. Janë kujdes për pejgamberin alayhis salam. Dhe në pikën e fundit, me krejt mundësit që i kanë pas muslimanët. Se, nëse sahabët në atë kohë ishin kujdes për pejgamberin alayhis salam, atëherë feja s'kish marrë deri këtu. Mirë po Allahu ka garantu se ka mërujt këtë fej. Allahu ka garantu se ka mërujt feja deri kiamet. S'mund kurkush me ndryshu fejnë Allahut subhanahu wa taala. S'mund kurkush me ndryshu librin e Allahut. Allahu ka garantu se ka mërujt. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allahu ne kemi zbrit Kur'anin, dhikr. Se njëri prej emrave të Kur'anit është edhe dhikr, është përmendje. Thot na kena zbrit Kur'anin, edhe na do ta ruajmë atë. Pra emrave të tjerë të Kur'anit është edhe nur, dritë. Pra emrave të tjerë të Kur'anit është edhe El Furqan, që është dallues i të vërtetës prej të pavërtetës. Në mëngjes, ky i grah të deleve, gjurmëve të Abdullahut, ky bariu i deleve që i kulloste delet, afër shpellës Thawr, kur shkonte Abdullahu në Qabe, kur shkonte Abdullahu në qytet, ky shkonte bashkë me delet në gjurmë të Abdullahut, që më japshi gjurmët. Ishin edhe muslimanë të përgatitur. Kur e morën vesh Kurejshitët, se ka shku Muhamedi alayhis salam dhe ka shku Abu Bekri, këtu u tërbuan.
Ku tërbuan se çish ka mujt me dal pejgamberi alayhis salam për shtëpia. Ju ha shumë çudi, se si ka mund të më ndodh kjo. Në atë rast, ata e kanë rrej Aliun radiallahu anhu, e kanë godit, e kanë dërgu në qabë dhe e kanë bajt 1 orë, duke u mundu me kuptu diçka për Ebu Bekrin edhe për Muhammedin alayhis salam. Por nga Aliu s'mujtin me nxjerr kur gjan. Ish në gjendje me hangër Aliu radiallahu anhu qytek, me marrë goditje të mëdhaja, 1 orë, edhe mos me tregu kur gjan për pejgamberin alayhis salam edhe për Ebu Bekrin. Para tyre doli pasi që prej Aliut radiallahu anhu s'mujtën me nxjerr kur gjan, tash po shkojnë tek bija e Ebu Bekrit, tek Esmaja, dhe po shkon Abu Jahli dhe po kërcit nder. Thot ku e ke babën tant? I thot Asma unë u di kur gjan. Po shkon Abu Jahli edhe pe godit fort vajzën e Abu Bekrit Esmajen. Sa që prej goditjes së fort, ja shkuli veshit, ja shkuli dhathin prej veshit. Ç'është fort që e goditi Abu Jahli. E kurëshitët e mbajtën një mbledhje për situatën e deri tanishme që ish duke ndodh. Mbajtën mbledhje se çka me vepru tash. Ku të gjithë njerëzit i dërguan ku ka në çdo cep të qytetit. Këtë rrugë që ka ishin për Medinë i dërguan njerëz në përfusha, në përmalje, në përshpella, në çdo vend me shku dhe me lype Muhammedin alayhis salam dhe Abu Bekrin. Sa që e caktuan një çmim prej 100 deve veç 100 deve për Muhammedin alayhis salam, 100 deve për Abu Bekrin, kush e nxen gjalla po të vdekur dhe e bjen në Medinë, edhe e bjen në Mekë. Por më nëse kur thashti me caktu një shumë të madhe të parave për me gjetë njëri. Çon këtë qytetin kam, edhe rrethina çon kam, me lyp 2 njerëz. Çmimi shumë i madh, 100 milion euro. 200 milion euro, çmimi shumë i madh. Kush ka menduar Abu Bekrin dhe Omerin, ka më bë shumë i pasën. Ato u vërsolën krejt njerëzit u vërsolën duke shku dhe me lypin nga Omerin alayhis salam dhe Abu Bekrin. Mirë po, ndodhi një mugjizë, një mrekulli, ku njerëzit që i shkuan pas pejgamberit alayhis salam dhe Abu Bekrit mbretën edhe tek vendi i tyre ku ishin tash në shpellën Thaur. Mbretën edhe deri aty. Kur i qeli syt Abu Bekri radiallahu anhu, i pa kamt e jo besimtarve. Edhe pi tregon Muhammedit alayhis salam. Ndërsa Muhammedi alayhis salam i thot qetësou Abu Bekr se ne jemi 2 e i treti është Allahu subhanahu wa taala. Allahu është ai i cili na ruan. Kështu Muhammedi alayhis salam i kishte mbështetjen e fortë e Allahut. Ndërsa Allahu thot në Kur'an, kush mbështetet tek Allahu, atë i mjafton atina. Kush mbështetet te Zoti i mjafton atina. S'ka nevojë mu brengoz, s'ka nevojë mu pikollu. Mbështetu te Allahu, nëri sebepa që ka dush me marr. Edhe mos u mërzit, mos u pikolla, se kur gjë s'ka me të ndodhë, vetëm se me leje dhe me caktimin Allahut. E kur u shujt epshi i ndjekësve, dëshira e ndjekësve që i gjetë më këto, se ato nuk e panë pejgamberin alayhis salam ose Abu Bekrin, edhe pse ishin disa hapa larg këtyre dyve. Kur e panë se mos mund me gjetë, atëherë ata u larguan të gjithë. E pejgamberi alayhis salam dhe bashkëpunëtari i tij ju dha rasti për me vazhdu rrugën për Medinë, najtën 3 natë, najtën këtë shpellë, në shpellën Thaur. Ata e morën me veti edhe një shoqërues të urtë dhe besnik dhe të shkath, Abdullah ibn Urejkit e Lejthi, për mi përcjell Medinës se ky dinte rrugët edhe rrugicat shumë mirë. Ky dinte cila është rruga më e mirë për me shkuar. E pejgamberi alayhis salam dhe Abu Bekri u nisën në rrugë, e me ta ishte edhe Amir ibn Fuhaira. Gjithashtu ishte edhe ky udhërofyesi që më jau tregu rrugën. U nisën në rrugës bregdetare, për me shku për në Medinë. Të hanën me te Rabiul Awwal mbretën në Kuba, ato që janë kanë në haxh ose në umre, e din ku gjendet Kuba, ku
ku gjendet Mesxhidul Quba. Të hënën me 8 Rabiul Awal, pejgamberi alayhis salam po arrin Quba. E Urwa ibn Zubayri tregon se muslimanët e Medinës kuptuan për daljen e pejgamberit alayhis salam nga Mekka. Kur e morën vesh se pejgamberi ka dalë prej Mekës dhe nis për Medinë, për ditë kanë dalë me prit pejgamberin alayhis salam se kur po mrin ai. Kur po mrin pejgamberi alayhis salam. E ditën e fundit, pritja atyre zgjati më tepër. Pritja atyre zgjati më tepër, por më në fund u kthye në shtëpitë e veta. Po sa arritën të dëgjuan zërin e një hebreu, e një jahudie, i cili kishte dalur të shikonte diçka për punët e veta, por nuk mujt mu përmbajt, kur e pa pejgamberin alayhis salam, s'mujti mu përmbajt, pa shkullë mi tregu muslimanëve, se është duke ardhur gjyshi juaj, është duke ardhur ai i cili jeni duke e prit ju. E thot Ibn Qayyim, thot u dëgjuan tekbira dhe gjurmë, duke thënë Allahu Akbar, me gëzim, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, sot është duke ardhur pejgamberi alayhis salam. I dërguari i Allahut, se kishin pas asnjëherë muslimanët në Medinë. Asnjëherë se kishin taku pejgamberin alayhis salam. Këtë e pritnin pejgamberin me mallëngjim, me mall të madh. E pas xumas, pejgamberi alayhis salam pastaj hyn në Yathrib. Pasi që mritin Quba, e ndërtoi xhamin e parë në Quba, që quhet Mesxhidul Quba, e cila xhami është ndërtuar në devotshmëri. Prej kur pejgamberi alayhis salam ka filluar mi zbrit shpallja. Pas xumas pejgamberi hyn në Yathrib, Medinja që quhet sot Medina. Para se shkon pejgamberi alayhis salam është Yathrib. E kur ka ardhur pejgamberi alayhis salam në Medinë, është quajtur Medinetur Rasulullah, është quajtur pejgamberi, është quajtur qyteti i Rasulullahut, qyteti i pejgamberit. Ose që se quhet Medinetul Munawwara, qyteti i ndritur, qyteti i ndriquar. E tash thirret vetëm Medina. Me përkthyer fjalën Medina për në arabisht shqip, domethënë i bën qytet, qyteti i pejgamberit alayhis salam. Kur shkoi pejgamberi alayhis salam, ansarët edhe pse nuk kishin pasoni të madhe, megjithatë çdo njeri prej tyre dëshironte me vërtet pejgamberin alayhis salam, shkonte dhe janë gjithçin kërpeshit devës pejgamberit alayhis salam, duke ftuar në gosti pejgamberin alayhis salam, duke desh me gostit prej dashurisë të madhe që e kishte. Eci pejgamberi alayhis salam me deve, derisa u ndal devja, aty ku u ndal devja, aty edhe u ndërtu xhamia pejgamberit alayhis salam që gjendet në Medinë, që një namaz në Medinë, në xhaminë e pejgamberit alayhis salam ka vlerë më shumë se 1000 namaze në vendet e tjera. Një namaz në Mesxhidul Haram në Mekë, në Kabe, është sa 100.000 namaze. Ndërsa një namaz në Mesxhidul Aqsa, në Palestinën e pushtuar, është sa 500 namaze. Këto janë 3 xhamijat me vlerë të madhe. Këto janë 3 xhamijat e shenjta në Islam, që kanë vlerë të madhe, dhe që na brenda mundësive që kena për obligim me vizitua. E ku ndal devja në tokën e Beni Nejarëve dhe adharëve të pejgamberit alayhis salam, dhe aty u ndërtua xhamia. Ku pejgamberi alayhis salam ka punu bashkë me shokët e tina për ndërtimin e xhamisë. Pastaj fillon jeta në Medinë. Se si do të vazhdon ngjarja, do ta shohim inshallah në ligjëratën vijuse në javën e ardhshme, nëse don Allahu subhanahu wa taala. Zoti ju shpërblyet për sabrin që keni bërë për durimin, Zoti ju shpërblyet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.